Rikthemi përsëri dashur miq në Antena Televizion për të vazhduar mbi një lajm tragjik që ka tronditur jo vetëm shoqërinë shqiptare sot, por dhe shtetin shqiptar. Fakti që në ambientet e një gjykate tashmë është ekzekutuar një gjyqtar, një gjykatës, është një alarm dhe një këmban alarmi për çdo institucion, për çdo qytetar, për çdo njeri i cili ka bërë dhe jo vetëm për çdo njeri i cili në fakt zbaton dhe beson të shtetit së drejtës, por edhe trondit në fakt atë se çfarë kemi ne si burim besimit e institucionit drejtësisë. Shumë pikpyetje ngrihen në fakt dashur miq se çfarë ka ndodhur brenda asaj salle, si ka qenë e gjithë ngjarja dhe çfarë është folur, por jo vetëm kaq dashur miq, se si arriti të depërtoj një njeri me armë në sallën e një gjyqi. Kjo është ajo se çfarë ka ndodhur ditën e sotme dashur miq, unë doja në fakt për secilin prej jush të lexoj ditën e sotme ka pasur reagime të forta edhe nga kryeministri i Shqipërisë zoti Rama, por gjithashtu dhe nga lideri i Partisë Demokratike zoti Berisha, por dhe nga presidenti i shtetit zoti Bajram Begaj. Do doja në fakt të lexoja informacionet që na vinë në këto momente për duke nisur nga vrasja e gjyqtarit. Begaj dënoi aktin makabër. Ky ka qenë reagimi i parë i presidentit Bajram Begaj, ka reaguar në lidhje me vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja, i cili u qellua me armë zjarri brenda në sallën e gjyqit dhe ka mbetur i vdekur. Presidenti Bajram Begaj ka reaguar në lidhje me vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja, i cili u qellua me armë zjarri brenda në sallën e gjyqit dhe ka ngelur i vdekur. Begaj në një postim në rrjetet sociale shkruan se është tronditur nga ngjarja dhe se dënon aktin me fjalët më të rënda. Pra, ky është reagimi i parë i presidentit Begaj dashur miq. Pra, kjo është ajo se çfarë po ndodh dhe se si ka shkuar e gjithë ngjarja në këto momente, ndërsa më tej Begaj e quan si sulm të tmerrshëm jo vetëm ndaj gjyqtarit, por edhe ndaj drejtësisë, teksa më tej shkruan se ky akt duhet trajtohet nga gjithë shoqëria me përbuzje dhe mos pajtimin më të thellë. Jam thellësisht i tronditur, shkruan presidenti Bajram Begaj, dhe dënoi gjuhën më të ashpër aktin e patolerueshëm të vrasjes në krye detyrës të gjyqtarit Astrid Kalaja. Ky sulm i tmerrshëm ndaj gjyqtarit shquar, por edhe ndaj drejtësisë të tillë, duhet përballet nga gjithë shoqëria me përbuzjen e mos pajtimin më të thellë, sepse ky akt është atentat makabër ndaj vetë sistemit tek i cili ka themelet bashkëjetesa dhe paqja sociale. Në emër të shtetit, gjenden pranë familjes së ndjerit dhe kolegëve të tij të afërt dhe të largët, si dhe shpreh solidaritetin e plot shqiptarëve me dhimbjen e pakufishme për humbje. Për ngjarjen e rëndë fakt dashur ka reaguar dhe kryeministri Edi Rama ditën e sotme. Ky ka qenë një reagim i ashpër i kryeministrit Edi Rama, i cili ka shprehur ngushëllimet e familjes gjyqtarit, ndërsa për autorin kërkon dëshkim maksimal. Kryeministri thekson se siguria në gjykata duhet forcohet, ndërsa po ashtu nuk e la pa përmendur se ashpërsimin e kodit penal për armbajtje pa leje. Vetë kryeministri Rama ndër tjera në rrjetin e tij social ka shkruar: ngushëllime vllazërore pranë familjes së gjykatësit ndjer Astrid Kalaja dhe u preft në paqe. Agresioni kriminal mbi gjykatësin kërkon padyshim përgjigjen më ekstreme ligjore ndaj agresionit. Por kjo tragjedi kërkon një reflektim për sistemin e sigurisë së brendshme të gjykatave, e cila përveç se sipas ligjit kërkon disa pajisje teknologjike, nuk mbetet vetëm një çështje zgjedhjesh mes policisë private në emër të pavarësisë së gjyqësorit. Ndërkohë kjo ngjarje tragjike besoj se është argumenti më i pakundërshtueshëm për të mbështetur ashpërsimin domethënë në kodin penal të dënimit për armbajtje pa leje dhe ngushtuar maksimalisht hapësirat për lojra me afatet në dëm të mbrojtjes prej zjarrit të armëve të palishme. Lutem gjithashtu që ky moment kaq tronditës të nxjisë dhe një reflektim për lehtësimin më të cilët trajtohet rëndom armbajtja pa leje në proceset gjyqësore, shkruan kryeministri Edi Rama në rrjetin e tij social. Gjyqtari Astrid Kalaja me një karrierë 32 vjeçare në sistemin e drejtësisë ishte në krye detyrës, duke shqyrtuar një çështje pronash ku një nga personat palë në proces qelloi me armë në drejtim të tij dhe 2 persona të tjerë që ishin gjyq. Fatkeqësisht gjyqtari Kalaja nuk arriti dot të mbijetonte plagëve të marra.
dhe ndroi jetë brenda në sallën e gjyqit. Në anën tjetër ka reaguar dhe KLP-ja ditën e sotme dashur miq, vrasja e gjyqtarit Kalaja, akti pa imagjinueshëm, sulmi drejt për drejt ndaj sigurisë publike. Këshilli i lartë i prokurorisë konsideron ngjarjen tepër të rëndë të pa imagjinueshme vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit në apelin e jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Në një reagim për mediat, kontrolli i lartë i prokurorisë thotë se kjo ngjarje është një sulm i drejt për drejt ndaj kushtetutës dhe sigurisë publike në tërësi. Këshilli i lartë i prokurorisë është thellësisht i tronditur nga ngjarja e rëndë që goditi sot sistemin e drejtësisë dhe gjithë shoqërinë shqiptare, ku gjyqtari i gjykatës së apelit zoti Astrid Kalaja u vra me armëzjarri brenda sallës së gjyqit gjatë ushtrimit detyrës së tij. Vrasja e një magjistrati në sallën e gjyqit është një akt i pa imagjinueshëm, që përbën jo vetëm një krim ndaj përfaqësuesve drejtësisë, por dhe një sulm të drejtë për drejtë ndaj kushtetutës shtetit ligjor dhe sigurisë publike në tërësi. Në këto çaste zi Këshilli i lartë i prokurorisë dëshiron të përcjellë ngushëllimet më të ndjera të familjes së afërme dhe kolegëve të gjyqtarit Astrid Kalaja, duke shprehur solidaritetin e plot me gjithë trupin e drejtësisë. Kjo tragjedi na kujton domosdoshmërisht një unitet të fortë institucional dhe përgjegjësi të përbashkët shtetërore, për të mbrojtur çdo përfaqësues drejtësisë që shërben në emër të ligjit, thuhet në reagimin e Këshillit të lartë të prokurorisë. Ka reaguar në fakt ditën e sotme dashur miq edhe vetë ministri i drejtësisë. Në këto momente ka reaguar dhe ministri i drejtësisë, i cili ndër të tjera vetë vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaja, ministri i drejtësisë Lamallari, akti rënd kriminal duhet dënuar, a shpresojmë dënimin për armbajtje pa leje. Reagimi i ditës sotme të ministrit i drejtësisë Besfort Lamallari ka qenë sulmi vdekjeprus me armë ndaj gjyqtarit gjykatës së apelit Astrid Kalaja, lidhe drejt për drejt në fakt me atë se çfarë ndodh dhe se si pasqyrohet pra sulmi vdekjeprus me armë ndaj gjyqtares të gjykatës së apelit. Pra kjo është ajo se çfarë po ndodh pra sulmi vdekjeprus me armë ndaj gjyqtares të gjykatës së apelit Astrid Kalaja, sulm ndaj çdo shërbysit së drejtës institucioneve dhe shoqërisë shqiptare. Ky akt i rënd kriminal duhet dënuar me gjithë forcën e ligjit dhe sigurisë së jetës në integritet fizik të njerëzve drejtësisë. Është një vije kuqe që askush nuk duhet kalojë që shteti do ta mbrojë me vendosmëri me çdo çmim. Vrasja e gjyqtarit Kalaja në krye detyrës është një akt kriminal që meriton dëshkim më të ashpër me gjithë forcën e ligjit. Ne nuk do ta lejojmë që sulme si ky dhe i asnjë forme tjetër të cënojnë besimin e publikut të drejtësia e as të rrësojnë përpjekjet tona të vijueshme për forcimin e shtetit së drejtës në Shqipëri. Paralelisht me nevojën e rishikimit sistemit sigurisë së brendshme nëpër gjykata, pashmangshmërisht duhet ta shpresojmë dënimin për armbajtje pa leje në kodin e ri penal, thot ministri i ri i drejtësisë. Armbajtja pa leje si vepër penale nuk do trajtohet më siç është trajtuar deri më sot. Siguria e njerëzve është drejtësisë, është një vije kuqe që askush nuk mund ta kalojë. Asnjë akt kriminal si ky sotmi nuk do mundet kur të friksojë drejtësinë as misionin e magjistratëve. Ministria e Drejtësisë qëndron në krah të institucioneve të drejtësisë në këto momente të vështira, shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen e gjyqtarit ndjer Astrid Kalaja, për të afërmit dhe kolegët e tij dhe gjithë trupën gjyqësore. I uroj shërim të shpejt dy personave të tjerë të plagosur nga ky akt kriminal. U prefsh në paqe i nderuar gjyqtar Kalaja. Ka reaguar në anën tjetër vrasja e gjyqtarit, ka reaguar dhe ministra e brendshme Koçiu, dënoi aktin barbar, kemi angazhuar ekspertët më të mirë, thellësisht e tronditur nga lajmi i rënd i vrasjes së gjyqtarit gjykatës së apelit në Tiranë, Astrid Kalaja, dhe plagosjen e dy gjyqtarëve brenda sallës së gjykatës. Dënoi me forcë këtë akt barbar, thunë, dhe shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen e viktimës, kolegët e tij, duke uruar shërim të shpejtë të lënduarve. Forcat e policisë shtetit, cilat duhet sqaruar për opinionin publik në bazë të ligjit, nuk kanë asnjë përgjegjësi, thot, për kontrollin e yjet daljeve dhe sigurimet brenda godinave të gjykatës. Ka ndryrë me njëherë në vend ngjarje.
Autori është ndaluar me njerë dhe kemi angazhuar ekspertët më të mirë për të kqyrur në bashkëpunim me prokurorët për mbushjen e detyruar të ligjit nga ana e punonjësve të sigurisë së gjykatëve, thot ministra Koçiu. Autori Elvis Shkambi është arrestuar tashmë nga policia dhe është sekuestruar arma e krimit. Në anën tjetër ka reaguar dhe Sali Berisha, autori dhe porositësit marrin dënimin më të rreptë ligjor. Ka reaguar ditën e sotme në fakt vetë kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha për ngjarjen e rëndë vrasjes gjyqtarit Astrid Kalaj në ambientet e brendshme të gjykatës së reduksionit të përgjithshëm të apelit. Ndër të tjera, Berisha thot, ekzekutohet me armë zjarri gjyqtari i apelit Astrid Kalaja. Mediat njoftojnë se një person i armatosur ka qelluar me armë zjarri në sallën e gjyqit. Në detyrën, gjyqtari në apelit Astrid Kalaja, i cili humbi jetën nga plagët brenda pak kohe. Duke shprehur ngushëllimet më të ndjera të familjeve, miqve të afërm të gjyqtarit Ndier Kalaja, dënoi me forcë më të madhe aktin e shëmtuar dhe kriminal ndaj gjyqtarit në sallën e gjyqit. Dëshmi e kontrollit të rendit nga krimi dhe pasigurisë madhe që ekziston sot në vend. Kërkoi dënimin më të rreptë ligjor për ekzekutorin dhe porositësin e këtij krimi shumë të rënd, shkruan ndër të tjera vetë Sali Berisha. Autori është Elvis Shkambi, është i arrestuar tashmë. Ngjarja ku mbetën 2 të plagosur të tjerë janë Ragip dhe Elvis Kurtaj Babe Bir. Pra kjo ka qenë dashur miq ajo se çfarë ka ndodhur ditën e sotme në dhe jo vetëm një ngjarje e cila është tragjike, por edhe një ngjarje e cila lidhet drejt për drejt. Ilir Osmana i shkruan ligjet një për gjithë për qytetarët, për ligjvënësit dhe për politikanët. Ilir, të përshëndes fakt, do doja dhe nga secili për ju si e kam parë këtë ngjarje, ne do të jemi përsëri në fakt për të jo vetëm për t'ju informuar mbi ngjarjet dhe zhvillimet më të fundit, por edhe për t'ju informuar mbi atë se çfarë po ndodh konkretisht dashur miq me një prej ngjarjeve e cila lidhet drejt për drejt me aktualitetin dhe me ngjarje të rënda që ka goditur themelet e shtetit, pra ashtu siç ka reaguar dhe Ben Blushi ndër të tjera dhe ka thënë ndër të tjera dashur miq, një reagim i fortë ka qenë edhe nga ish deputeti dhe një prej njerëzve që është nga polemistët më të fortë në Shqipëri dhe mendimtar gjithashtu dhe shkrimtar i cili ka thënë ndër të tjera, të vrasësh një gjyqtar është një lloj sikur të vendosësh një bombë në themelet e shtetit. Kjo ka qenë fakt dashur miq dhe reagimi i Ben Blushi, pra kjo ka qenë ajo se çfarë ka ndodhur ditën e sotme. Kjo ka qenë e gjithë panorama e një ngjarje tragjike. Në fakt, ka pasur një reagim nga kryeministri Rama, presidenti Begaj, kryetari i Partisë Demokratike zoti Sali Berisha, ka pasur një reagim nga eksponentë të tjerë, cilët apo funksionar të lartë, siç është rasti i ministrit drejtësisë Lama Allari, por gjithashtu dhe ministre e brendshme Albana Koçiu. Pra këto kanë qenë reagimet e ditës sotme, ka reaguar kontrolli i lartë i prokurorisë. Do doja në fakt edhe nga ju që na ndiqni live në këto momente për të kuptuar apo për të më informuar apo edhe për ta bërë si një formë bashkëbisedimi çfarë komenti keni mbi këtë ngjarje dhe mbi këtë. Gjithashtu mund të jepni dhe një koment mbi këtë situatë. Klikoni në Antena Televizion, mos u largoni, ne do kthehemi pas pak dashur miq mbi ngjarjet dhe zhvillimet më të fundit, mos u largoni nga Antena, do të jemi pas pak për diskutuar përsëri për këtë ngjarje, çfarë profili ka qenë Astrid Kalaja, një gjyqtar me njerëz cilët e kanë njohur që kanë bashkëpunuar dhe këtë do të diskutojmë vetëm pas pak. Mos u largoni nga Antena Televizion, rikthehemi përsëri me zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit.